I pafajshëm është deklaruar mësimdhënësi gjuhës angleze në shkollën Gjemail Mustafa në Prishtinë Muhamet Hajredinaj për akuzën se gjatë shënimit të festës së pavarësisë së Shqipërisë vitin e shkuar ia ka hedhur një nxënëseje flamurin kombëtar dhe plisin në shport mbeturinash. Për veprimin e mësimdhënësit Hajredinaj, koha pati raportuar në ditën kur ka ndodhur rasti. Për këtë veprim, Prokuroria Speciale e ka ngarkuar atë me veprën penale nxitje përçarjes dhe mosdurimit. E këtë akuzë ai e ka hedhur poshtë të premten gjatë paraqitjes para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë. Këtë deklarim i akuzuari Hajredinaj e ka bërë pasi prokurori special Bekim Kodraliu i a lexoi akt akuzën. Kodraliu ka theksuar se pas administrimit të provave materiale dhe nga dëgjimi i dëshmitarëve, do të vërtetohet se i pandehuri e ka kryer veprën penale mbi të cilën ngarkohet. Se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet, do të vërtetohet qartësi nga dëshmia e dëshmitarit okular, në këtë rast të zëvendës drejtorit të shkollës Fatos Berisha, i cili para jo shpritet të deklaroj në detaje veprimet inkriminuese të pandehurit se si e kishte përdosur flamurin kombëtar. Por avokati i akuzuarit Muhamet Mujaj në fjalën hyrëse ka theksuar se gjatë shqyrtimit gjyqësor do të vërtetohet se klienti i tij nuk e pati për qëllim përdosjen e simboleve kombëtare. Është e vërtetë që Muhameti është person fetar, po nuk është e vërtetë se i njëjti të ketë ndërmarrë veprime të qëllimshme për të përdosur identitetin e vet. E veti akuzuari ka thënë se ngjarja nuk është ashtu siç është përshkruar në akt akuzë. Ngjarja është absolutisht diçka sikur unë po e dëgjoj për herë parë që s'ka ndodhur absolutisht mes meje dhe atij. Në fillim të seancës, mbrojtja e akuzuarit ka propozuar që procesi gjyqësor të mbyllet për publikun, me arsyetimin se ndaj të akuzuarit është duke u zhvilluar gjyq publik. Por këtë propozim e ka kundërshtuar prokurori Kodraliu, duke thënë se vepra penale është kryer në publik dhe se një nga provat e prokurorisë është siguruar nëpërmjet mediave. Pas kësaj, propozimi mbrojtjes së të akuzuarit është refuzuar nga kryetari i trupit gjykues Leon Përlaska. Refuzuar propozimi mbrojtjes. Për mbylljen e seancës së shkrimit gjyqësor, gjykata në vartë të procesit dhe në varësi të ndjeshmërisë të çështjeve që trajtohen, do të vlerësojë edhe sipas detyrës zyrtare. Për këtë rast, arsimtari Hajredinaj u pati pezulluar nga puna në shkollën Gjemail Mustafa.